Arrestohet për korrupsion një mjek i spitalit të Fierit u merrte para pacientëve për eko. Policia e Fierit ka arrestuar një mjek të spitalit të qytetit i cili akuzohet për korrupsion. Në kuadër të operacionit imazheria është vënë në pranga shtetasi Gëzim Taullaj, 66 vjeç, banues në Fier, me detyrë mjek imazherisë në spitalin rajonal Fier. Ai është arrestuar pas 4 muaj hetimesh, ku ka rezultuar se u merrte pacientëve lek për të kryer eko. Në banesë janë gjetur rreth 60.000 euro të valutave të ndryshme. Mbi Gëzim Taullajn rëndojnë akuzat për vepra penale, shpërdorimi i detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash të një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Gjithashtu, ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit të punës vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Në vijim të vendimeve proceduriale, në këtë rast, u sekuestrua si provë materiale shuma e lekëve që 66 vjeçari mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si dhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që u gjetën gjatë kontrollit të banesës, thuhet në njoftim. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.